Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ditë më parë paralajmëroi rrezik të vërshimeve të shpejta në disa lokalitete në Kosovë me datën 18 dhe 19 nëntor. Si pasojë e këtyre rreshjeve me intensitet të lartë, Drejtoria e Arsimit në Prishtinë kishte njoftuar të martën për anulimin e mësimit në shkolla. Sasia e rreshjeve në më shumë se 40 litra për metër katror në 24 orët e fundit shkaktoi përmbytje, dëme në të gjitha aktivitetet e prodhimtarisë bujqësore, probleme në trafik dhe rrëshitje të dhejut. Që nga fillimi i rreshjeve, njësitë profesionale të zjarrfilësve dhe shpëtimit kanë kryer 76 intervenime në qytete dhe komuna të ndryshme, përfshirë Prishtinën, Fushë Kosovën, Gjilanin, Ferizajin dhe në komuna tjera. Si pasojë e rreshjeve të shijet, të bllokuara ishin rrugët dhe kishte ndërprerje të energjisë elektrike në të gjitha qytetet. Ndërsa sipas Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, thuhet se situata në Kosovë është e qetë, pas rreshjeve të vazhdueshme të shijet gjatë 2 ditëve të fundit.